Mirëmbrëma dhe zotërin, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e Kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Arrestohet një nga punonësit e policisë private që dhunoi qytetarët në Zvërnec. Ministri i Brendshëm kritikon sjelljen e uniformave blu gjatë protestës. Rama i bindur se Shqipëria do të antarësohet në Bashkimin Evropian brenda 2030-s, kryeministri thotë se në fund të vitit tjetër mbyllen kapitujt e negociatave. Aksidentet për gjak në rrugët e vendit të diel, një viktim dhe disa të plagosur në rrugën e Arbrit, një 62 vjeçar u përplas për vdekje në aksin Korç-Bilisht. Shtrëngtojnë pushimet në Shqipëri, pronarët e hoteleve dhe të bujtinave rrisin çmimet, shkak sipas tyre është bërë situata e konfliktit në lindjen e mesme. Vjoj me lajmet, punonësi i policisë private që dhunoi qytetarët gjatë protestës në Zvërnec është arrestuar, ndërkohë kanë nisur hetimet edhe ndaj zinxhirit komandues të policisë së Vlorës. Vetë ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ka kritikuar sjelljen e uniformave blu gjatë protestës. Një ditë pas dhunës së ushtruar ndaj protestuesve në Zvërnec, kryeministri Edi Rama paralajmëroi një dalje publike për projektin që pritet të ndërtohet në këto troje. Në orët e para të mëngjesit të së dielës, policia e shtetit njoftoi arrestimin e Genard Bibës, një prej rojeve private që tërhoqi zvarr protestuesin përballë uniformave blu brenda gardhit të telave me gjëmba të vendosur në zonën e Zvërnecit. Po aq uniformat blu proceduan penalisht edhe 2 roje të tjera private dhe kanë vënë në hetim të gjithë zinxhirin komandues të policisë së Vlorës. Videot kanë gjallur një reagim të gjerë publik, ndërsa kritik ndaj uniformave blu ishte edhe ministri i Brendshëm Besfort Lamallari. E përshëndes reagimin e shpejtë të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit për pezullimin e drejtuesve vendor dhe vënien në hetim të zinxhirit të komandimit, sepse nuk ishte e papranueshme vetëm sjellja skandaloze e rojeve private, por edhe indiferenca e pajustifikueshme e policisë së pranishme në vendin e ngjarjes. Mesditën e së shtunës, një protestë e qytetarëve që kundërshtojnë ndërtimin e një rezorti në Zvërnec përfundoi në përplasje me policë privat që tërhoqën zvarr një protestues. Edhe kompania private që po bën ndërtimet në zonë tha se nuk ka dhënë autorizim për dhunim të qytetarëve, duke ndërprerë menjëherë kontratën me Major Security. Ndërhyrja ndaj një qytetari që ishte në të drejtën e tij të plot për të protestuar jashtë kufirit të pronës dhe tërheqja e tij brenda saj për të ushtruar forcë nuk është vetëm e papranueshme moralisht, por edhe e dënueshme penalisht. Për këtë arsye kemi ndërprerë me efekt të menjëhershëm marrëdhënien kontraktuale me shoqërinë e sigurisë. Ngjarjen që ndodhi një ditë më parë në Zvërnec e kanë dënuar edhe deputetët e tjerë të mazhorancës. Për kryeministrin Edi Rama nuk ka dyshim se Shqipëria do të antarësohet në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Ai thotë se vendi ynë tashmë ka hyrë në fazën e fundit në rrugtimin drejt Unionit. Rama është besim plot se mbyllja e kapitujve të negociatave do të finalizohet vitin tjetër. Konferenca e 8 ndërqeveritare e cila tashmë i hap rrugën procesit të mbylljes së negociatave ishte kryefjala e podcastit të kryeministrit Edi Rama këtë të diel. Drita jeshile e marr nga Brukseli zyrtar për përmbushjen e kritereve të ndërmjetme për grup kapitullin e themeloreve. Për kreun e qeverisë, është dëshmi se reformat e marra nga Shqipëria kanë dhënë frytet e tyre. Pikërisht më 26 maj, si për një ironi apo buzëqeshje të fatit, 30 vjet pas 26 maj të dhunës, të përgjakjes opozitës, të grabitjes votave, erdhëm në ditën kur Shqipëria hyri në fazën e re dhe të fundit të rrugtimit të saj evropian, duke mbyllur fazën e çeljes së kapitujve të negociatave dhe duke hapur fazën e mbylljes së tyre. Ndonë se ende nuk ka një datë të përcaktuar për mbylljen e kapitujve të parë, shefi i qeverisë vijon të jetë optimist se ky proces do të përfundojë brenda vitit 2027. Për cilën kemi një kalendar të dakordsuar me Komisionin Evropian që të arrijmë me sukses mbylljen e negociatave deri në fund të 2027-s, kemi hapësirë të ndërmjetme në 2028 dhe kemi objektivin madhor të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Qeveria miratoi këtë javë dhe udhërrëfyesin kombëtar për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm. Një dokument ky që orienton institucionet drejt prioriteteve të lidhura me të gjitha fushat, ku duhet të punojë vendi ynë për procesin e integrimit. Që përcakton objektiva konkrete të matshme për zhvillimin e vendit në vitet që vijnë, ne në thelb realizojmë një plan që orienton institucionet tona drejt prioriteteve të lidhura me ekonominë, me arsimin, shëndetësinë, mjedisin, mirëqeverisjen dhe në tërësi cilësinë e jetës. Rama shpjegoi dhe funksionin që do të kryejë Albanian Digital Solution. Kompania si Motor Reaction do të ofrojë shërbime në zhvillimin e sistemeve software, administrimin e infrastrukturës teknologjike, sigurinë e informacionit, sigurinë kibernetike apo mirëmbajtjen e sistemeve. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa do të vizitojë Tiranën të martën e ardhshme. Ky takim vjen në kuadër të një turi ballkanik i cili do të përfundojë më 5 qershor në samitin e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor në Tivat të Malit të Zi. Sa i përket agjendës në Tiranë, Costa pritet të takohet me kryeministrin Edi Rama dhe presidentin Bajram Begaj. Gjatë qëndrimit ai do të zhvillojë gjithashtu një takim me studentët e kampusit të Tiranës të Kolegjit të Evropës. Në një postim në rrjetin social X, Costa shkruan se vizita e tij në rajon dërgon një sinjal të qartë. Angazhimi ynë ndaj Ballkanit Perëndimor është real dhe kështu është edhe mundësia e zgjerimit. Momenti është aty, tani është koha për të dhënë rezultate. Tre parti shqiptare në Malin e Zi kanë bërë një hap të rëndësishëm duke u shkrirë në një forcë të vetme. Forumi shqiptar do të marrë pjesë në garat elektorale me kandidat të përbashkët. Ky moment shënon një pikë kthese në mbrojtjen e interesave të komunitetit shqiptar në Malin e Zi. Një vendim politik me rëndësi historike për shqiptarët në Malë të Zi u mor në Tuzë, ku tre subjekte politike shqiptare vendosën të bashkohen në një forcë të vetme politike me emrin Forumi Shqiptar. Në një kohë kur skena politike shpesh karakterizohet nga fragmentarizimi dhe krijimi i partive të reja, Alternativa Shqiptare, Unioni Nacional Shqiptar dhe Lidhja Demokratike Shqiptare zgjodhën një rrugë tjetër, bashkimin e strukturave, energjive dhe vizionit të tyre në një organizim të përbashkët politik. Sot është një moment politik i tillë që në një proces që është para nesh është integrimi i Malit të Zi në Evropë. Mendoj se është një hap i rëndësishëm për gjithë komunitetin shqiptar. Dhe është hapi në cilin shqiptarët duhet me kenë sa me të unifikuar, sa me afër, sa me të bashkuar dhe sa me unik që të i paracesin kërkesat e tyne karshi këtij procesit politik, sepse mendoj se është shumë i rëndësishëm. Kryetari i Alternativës Shqiptare Nik Gjeloshaj nënvizoi se ky është bashkimi më i madh politik i shqiptarëve në Malë të Zi në dekadat e fundit, duke kujtuar se nga 7 subjekte politike shqiptare që kanë vepruar ndër vite, sot është krijuar një subjekt i vetëm politik. Mendoj se suksesi i bashkimit ka me vazhdua edhe në të ardhmen, sepse edhe qytetarët e kanë treguar shumë herë se kur t'i ofrosh bashkimin, kur t'i ofrosh unitetin, atëherë ai është aty afër pranë juve dhe gjithmonë e jep përkrahjen për me vazhdua me sukses. Ai shtoi se shqiptarët kanë nevojë për një adresë të vetme dhe të fuqishme politike, e cila do të përfaqësojë dhe artikulojë kërkesat e tyre. Në njëjtën kohë shqiptarët në Malë të Zi, mbas gjithë asaj sa kemë dhe eksperiencën politike, kanë dëshirë me pa një adresë, nuk kanë dëshirë me pa shoh. Ka pa turbulenca të shumta politike në Malë të Zi, ka pa një kohë që ka mbizotruar një sistem politik apo një parti e cila ka përzgjatur, mirë po shqiptarët janë duke u kthyer, mendoj në shtëpinë e vet, të vetit, dhe mendoj që ata kanë nevojë me pa një adresë të fuqishme, siç është Forumi Shqiptar. Nga ana tjetër, kryetari i Unionit Nacional Shqiptar Ferhat Dinosha dhe kryetari i Lidhjes Demokratike Shqiptare Ivan Ivanaj vlerësuan se bashkimi i tre partive shënon një moment të rëndësishëm në organizimin politik të shqiptarëve në Malë të Zi. Një person humbi jetën dhe 7 të tjerë u plagosën kur 2 automjete u përplasën në rrugën Bulqiz-Klos. Ndërkohë, në aksin Korçbilish, një 62 vjeçar u përplas për vdekje nga një makinë, kur sapo kishte zbritur nga një tjetër mjet. Një aksident i rënd me pasojë vdekjen është regjistruar pas ditën e së dielës në aksin rrugor Bulqiz-Klos në vendin e quajtur Plani i Bardh, pasi 2 automjete u përplasën mes tyre.
Njëri prej pasagjerëve i identifikuar si Halil Gjashi, 60 vjeç, ka humbur jetën, ndërsa 7 persona kanë mbetur të plagosur. Automjeti që drejtoi nga shtetasi Jonathan Sallaku dyshohet se ka goditur nga pas automjeti që drejtoi nga shtetasi Sajmir Cecja. Ky i fundit po kthehej për në varrezat që ndodhen pak metra larg rrugës së Arbrit. Të plagosurit janë dërguar për mjekim më të specializuar në Spitalin e Traumës në Tiranë për shkak të plagëve të shumta, ndërsa mësohet se edhe një pasagjer tjetër që ndodhej në mjetin ku ishte viktima është në gjendje të rëndë. Ndërkohë një 62 vjeçar ka humbur jetën pas një aksidenti të ndodhur po mes ditën e kësaj të diele në aksin rrugor Korçë-Bilisht, në afërsi të kryqëzimit të fshatit Tren. Burime bën me dije se 62 vjeçari sapo kishte zbritur nga një automjet tjetër kur është përplasur nga një makinë që drejtohej nga një 47 vjeçar. Si pasojë përplasjes ai mori dëmtime të rënda dhe u transportua në Spitalin e Korçës, por nuk mundi t'i mbijetojë plagëve. SPA kërkon 56 vjet burg për autorët e dyshuar të dosjes Revanshi. Në pretencë, prokuroria e posaçme ka kërkuar dënimin e 5 të pandeurve për krime të rënda. Për ish efektivin e forcave speciale Renea Adrian Pikli, SPA kërkoi 10 vjet e 6 muaj burg, i cili për shkak të gjykimit të shkurtuar zbret në 7 vite. Për Edison Muçeku është kërkuar dënimi me 9 vite burg, që me gjykim të shkurtuar reduktohet në 6. 9 vjet heqje lirie u kërkua për Elvis Ndrecën, djalin e Xhaxhait, ish deputetit socialist Eduard Ndreca, dënim që zbret në 6 vite. Për Armando Ndrecën, vëllain e ish deputetit socialist, është kërkuar dënimi me 15 vite burg, që reduktohet në 10 vite. Ndërsa për Davis Bajramaj është kërkuar dënimi me 12 vite burg, i cili me gjykim të shkurtuar zbret në 8 vite. Të pandeurit akuzohen për pjesëmarrje në grup kriminal, kultivim të bimëve narkotike, armbajtje pa leje dhe sigurim kushtesh për të kryer vrasje. Turistët e huaj për edhe qytetarët shqiptar do të paguajnë më shumë këtë vit për pushimet e tyre. Pronarët e hoteleve dhe bujtinave thonë se kanë rritur çmimet me pretendimin e shtrenjtimit të karburanteve. Pushimet këtë vit në Shqipëri pritet të jenë më të shtrenjta. Shkak është bërë situata në lindjen e mesme, duke bërë që shërbimet në akomodimin e pushuesve të rriten ndjeshëm në krahasim me një vit më parë. Normale që ka një farë rritje të çmimit, për arsye sepse, siç e thash më parë, lufta atje ka shkaktuar probleme domosdoshmë për sa i përket karburanteve, që është një kryesore për sa i përket zinxhirit ekonomik, që ndikon në gjithë pastaj në rritjen e çmimit është domosdoshmëri, sepse janë rritur produktet, janë rritur gjithçka. Edhe normalisht do ketë një farë rritje, domethënë 10-15% sigurisht. Edhe pse sipas të dhënave nga Instat, numri turistëve shtritur në 3 muajt e parë të vitit, vetëm 1 në 6 përzgjodhi të akomodohej për të paktën një natë në Shqipëri. Unë këtë vit e shikoj domethënë me optimizëm, këtë vit sepse po të vesh re edhe shifrat janë në rritje të turistëve, pavarësisht situatës krijuar ke luftën gjirin. Persik, mendoj që është favor për Shqipërinë, siç e kanë thënë dhe mediat, për arsye sepse janë prish shumë kontrata po të vesh re, qoftë me Turqinë, me të vendet e rajonit atje, dhe mendoj që Shqipëria do jetë e favorizuar te sezon turistik. Këtë vit me përparësi nga pushuesit po shihen edhe bujtinat, edhe për faktin që çmimet janë më të lira se në hotele. Shiko, gjithë këto që thatë ju kanë marrë përparësi, po të vesh re bujtina kanë marrë goxha përparësi këtu neve, dhe janë bërë mjaft kërkuara, edhe për arsye të çmimeve që janë më të ulët se sa i përket hoteleve. Kuptohet, Bregdeti është tjetër gjë, domethënë sezoni turistik Bregdet sigurisht do jetë pak më i shtrenjtë. Megjithatë, mendoj që disa bashki kanë marrë masa për sa i përket çmimit të këtyre shezlloneve, parkingjeve, do të ketë një tavan për këto, edhe kjo do jetë gjë shumë e mirë për sa i përket turistëve. Deri më tani numërohen rreth 835.000 qëndrime në Shqipëri gjatë periudhës janar-mars të këtij viti, sipas të dhënave zyrtare nga Instat, duke u rritur me 9% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sporti shqiptar humbi një nga figurat e veta më të mëdha në disiplinën e volejbollit. Kreshnik Tartari, një prej personaliteteve më të mëdha në historinë e volejbollit ton, u nda nga jeta në moshën 83 vjeçare si pasojë një sëmundje të rëndë në San Marino. Kreshnik Tartari luajti dhe fitoi trofe si sportist me Skënderbeun, Dinamon dhe ekipin kombëtar, ku arriti të renditej mes 4 skuadrave më të mira të Europës, një herë si lojtar dhe 3 herë si trajneri i ekipit legjendar të vajzave të Dinamos. Kontributi dhe vizioni i tij i madh në volejbollin shqiptar u shoqërua me suksese që kanë lënë gjurmë të mëdha në dekadat e angazhimit, jo vetëm si sportist, por veçanërisht si trajner. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet. Bashkë, mirupafshim.